pjesë, mund të qarkullojnë, mund të kalojnë përmes kësaj pjese për të qarkulluar qoftë nacionalitetin serb, por kuptohet edhe shqiptarët qarkullojnë lirshëm dhe mendoj që por fokusi është që momentume të tilla si të festave apo aktiviteteve të tjera shfrytëzohen, nëse ka një aktivitet sportiv ose një lojë siç ishte rasti Shqipëri-Serbi, ata mund ta shprehen jo vetëm gëzimin sportiv, por edhe aspektin e emocioneve të tyre nacionaliste, të cilat mendoj që dorën në zemër nuk janë të shëndetshme sepse krijojnë prap raporte dhe tensione të cilat nesër mund të kesh përdoren edhe për aktivitete më të rënda. Në ndjenjën tuaj, a shndron ende në tryezën e kryeministrit të Kosovës zotin Albin Kurti plani për hapjen e urës të Ibrit dhe nëse zoti Kurti arrin ta krijojë qeverinë, mendoj se do të zbatohet ky plan? Po është një simbolik, them drejtën ura e Ibrit, sepse është një shaj e bashkimit të qytetit, bashkimit të njerëzve, edhe kulturave. Është pasuri në një vend kur kemi kultura dhe etni të ndryshme, edhe pse Kosova është mbi 93-94% popullat shqiptare, por ato 6-7% pakicat të tjera e pasurojnë jetën e Kosovës, më thënë drejtën, po dhe kulturat, sepse Kosova njihet për tolerancë në aspektin sidomos të asaj që ka të bëjë me religionin dhe është jashtëzakonisht e mirë dhe ne shqiptarët mund të krenohem ndoshta edhe në nivel botëror, që tolerancën e tillë e kemi jashtëzakonisht të zhvilluar dhe nuk është rastësi që përmendim si shembull për të mirë dhe mendoj që aspektet e tilla të cilat siç është rasti i urës, sepse shumë njerëz mendojnë që ura pastaj kalohet sepse është atje sheshi në pjesën veriore të qytetit, ku është i simbolik sepse prap qarkullimi i lëvizjet të automjeteve kalon në krahun djathtë dhe majt. Dhe që sot është, do thotë, në qarkullim, por hyn nga pjesa nga dy ura tjera, nga lagja e Boshjave dhe nga Suadolli dhe po kjo që është qendrore, ura që simbolizon një lloj, mund të them, parafrimi dhe shenjë e cila me të vërtetë është e rëndësishme për të dy palët dhe mendoj që nuk ka nevojë të politizohet, ka qenë rasti kur Kurti ka marrë iniciativë për hapjen e urës, pastaj institucionet evropiane, të Unionit Evropian dhe të KFOR-it ka pas deklarata pro dhe kundër, por mendoj që kjo duhet të jetë arsyeshme, duhet të jetë logjikshme, nuk ka nevojë të japet konotacion politik, sepse kjo urë fundi fundit edhe sot qëndron dhe ka një jeshit që jep edhe Ibrit, Lumit dhe mendoj që nuk mund të shfrytëzohet në aspektin sepse ndonjëherë çdo iniciativë që është marrë nga qeveria e Kosovës është parë në frymën asaj që është një veprim i cili mund të dëmtojë raportet qoftë brendshme qoftë me faktorin e jashtëm, por unë besoj që këto gjëra edhe me faktorin ndërkombëtar duhet sqarohen dhe duhet të thonë trotë që kjo nuk ka të bëjë me cenimin e drejtave të komunitetit serb në këtë rast, por është një shenjë e cila bashkon qytetin, bashkon kulturat dhe njerëzit. Sa i përket krizës institucionale që ka mbërthyer vendin që pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, cili mendoni ju se po i korr të frytet e ngërçit, Kurti apo opozita? Kam drejtën jem situatë të tillë që nuk kemi as pozitë as opozitë, sepse derisa të përmbyllet formimi i institucioneve të kuvendit, që është me kryetarin e kuvendit, pastaj nën kryetarët dhe kalojmë në afatin ligjor kushtetues për formimin e qeverisë, 15 ditor. Dhe ato nuk ka koketim. Do thotë fillon, po që sot zgjidhet nesër më duket seanca. Ajo episoda seriali mund të them jashtëzakonisht i pakuptueshëm, them drejtën, por ma vonë do flas për këtë. Do thotë automatikisht hym në afatin kushtetues për zgjedhjen e qeverisë dhe nuk ka më koketim me seanca 2, 3, 10, 15. Do thotë sepse kalon afati dhe soset, them sikur që soset mandati. Dhe në këtë drejtim është më rëndësi të thuhet që do shta dhe kjo bëhet me qëllim, por gjeopolitika s'është më botërore, çështja e sigurisë
dhe gjitha këto turbulenca që kemi sot në zhvillimin botërore, nuk bën të lejojmë që politika ose barësit e institucione politike të jenë aq komod, të futen në cirkun e mund të them nuk është kjo ndaj organizim me vend të shove të ndryshme. Dhe tëra kjo tregon jo seriozitetin, mund të them të forcave politike. Nuk e di në shqiptar ta jem kështu pak a shumë në historitë tonë të tillë që të jem të përqarë dhe të mos arrim të krijojmë një unitet dhe vëdisim për atë që është kapitali, siç është interesat shtetërore, por të gjithë qytetarëve. Se bënësi është qytetari, ne mund të flasim gjëra amorfe dhe gjëra ndryshme, por qytetari mund të pësoj pej gjitha këtyre neglizhimeve dhe proceseve që e dëmtojnë vetë interesin, mund të them, të atyre të cilët janë të obliguar dhe kanë marrë përgjegjësi për krijimin dhe mirëqenien sa më të mirë të qytetarëve të shtetit. Mendoj që janë nuk ka vizion dhe nuk ka platformë. Shifni, mendoj edhe në Shqipëri deri diku kështu është. Por në Kosovë është një trilaterale, mund të them, e cila vizion dhe koncept nuk ka. Koncepti i njerëzve të cilët sot, mund të them, bëjnë politikë, është, ose rasti sot në parlamentin e Kosovës, i forca politike, është kush do jetë president, kryeministër, ministër, ambasador dhe borde. Ky është vizioni dhe këtu është esenca. Dhe kjo është shifë e qartë për ata që dojnë mi po. Bile mund them ka qenë aja koha kur nëpër emisione ku marr pjesë edhe vetë nëpër televizionet Kosovës, pyetja ushtru që të bëjmë, nuk ka këtu filozofi shumë, mund të them, që mund të koketon njeri në forma të ndryshme. Bile nuk ka as aspekti ligjore. Nuk ka të bëjë kjo me aspekti ligjore, ka të bëjë me vullnet politik. Dhe vullneti politik i forca politike, sidomos të partive politike shqiptare, është, mund të them, për keqardhje, sepse këta shpesher kanë akuzuar partitë e pakicave, më falni atë numrin e deputetëve të pakicave, jo serbe, qoftë edhe serbe, kur për 120 deputetëve sa i ka parlamenti i Kosovës, 100 deputetë janë shqiptarë. Dhe kur nuk mund të arrit unitetin me 100 deputetë shqiptarë, pastaj nuk mund të akuzosh atje du dhe balen apo atë damken apo çapo dion një komunitet, një deputet të komunitetit bosnjak, apo turk, apo rob. Dhe këtu mendoj që kjo rrjedh përfundimi është logjike, që është një luftë, mund të them, për atë se ku e kam vendin unë. Dhe kur të kalojmë në këtë sfond, në këtë sfidë, unë falni, të kapaciteteve të tyre që është e nevojshme për interesin e shtetit, atëherë mund të them jemi për gjëna. Po, kandidatimin e Albulena Haxhiut si e vlerësoni dhe pse ajo po refuzohet vazhdimisht? Duket se është e qëllimshme. E qëllimshme është kandidimi dhe mos heqja dorë e partisë fituese, vetëvendosjes, lëvizjes vetëvendosje, por e qëllimshme është edhe pjesa e opozitës, e 3 partive tjera, sidomos 2 partive që kanë numër më të madh, PDK-s dhe LDK-s, AK-s me 5 deputet, dhe nisma e cila e fatmirëlimës, e cila 3 deputet tenton të krijojë një farë balansi dhe për interesat, mund të them, partijake të tij. Ai tenton që koalicionin për këtë moment ka qenë më afër dhe ka qenë bisedime me Kurtin dhe lëvizjen vetëvendosje. Mund të them që zonja Haxhiu nuk paraqet ndonjë problematik, mund të them, si emër dhe si strukturë gjinore. Është, mund të them, rrjedh nga një familje që ka dhënë një kontribut në tërë çështjet dhe proceset që ka kalu Kosova. Dhe mendoj që nuk është në pyetje që ajo dëshiron mund të them, të bullizohet apo të kundërshtohet